Komuna e Tetovës dhe shoqata Ana Agro me 3 nëntor nënshkruan një marrëveshje me vlerë rreth 3 milion denar për trajtimin e qenëve ndacak. Sipas marrëveshjes, Komuna e Tetovës do të paguajë rreth 235 euro për trajtimin e një qenie ndacak. Nëse krahasoj me disa komuna tjera, Tetova shpenzon më shumë për këtë shërbim. Komuna e Demirhisarit një qenë trajton për 8.000 denar pa TVSH, komuna e Strugës 3.466 denar, Korçova 7.021 denar, ndërsa Ohri 9.119 denar. Por kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, thotë se bëhet fjalë për më shumë shërbime dhe nuk është e domosdoshme që të arrihet ai çmim. Bëhet fjalë për më shumë shërbime, të cilat janë në paketën e shërbimeve dhe jo detyrimisht çdo qen i merr të gjitha ata trajtime. Pra, sipas nevojës, nëse ka nevojë për vaksinim, për kastrim apo çfarë do lloj, ajo është një ofertë kornizë që nënkupton se për çfarë e angazhojmë operatorin privat. Dhe nëse një qytet ka parapa shumë më pak shërbime apo trajtime, sigurisht që oferta do të jetë korniza më vogël. Pra, në çmimet në njësi nuk janë shumë më të larta dhe nuk janë më të larta në krahasim me tjerët. Pra, si paket sigurisht më e madhe sepse kemi më shumë shërbime dhe trajtime që bëhen. Po ashtu, vendosja e një qipi dhe numri, për shembull në Strug kushton 108 denar, ndërsa në Tetovë 1087 denar. Kasami premtoi se në brifingun e ardhshëm do të jepen sqarime edhe për këtë, duke theksuar se për të më e rëndësishme është zgjidhja e problemit. Do të marrim çmimoren edhe në brifingun e radhës mund t'i kemi edhe këto si analizë edhe t'i diskutojmë bashkë. Përsëri, pra, ne jemi të fokusuar në zgjidhje të problemit. Ajo që është si situatë që në qytetin e Tetovës nuk kemi më grupe të qenëve, turma të qenëve, të cilët paraqiten rrezik për qytetarët. I dërguan pyetje edhe kompanisë Ana Agro, që ka fituar tenderin, se sa qenë ndacak janë trajtuar deri më tani gjatë vitit 2025 dhe sa gjatë vitit 2026, por deri më sot nuk kemi marrë asnjë përgjigje.